Kreu i Partisë Vetëvendosje Albin Kurti tani po flet direkt në Kosovë pas dështimit të takimit për të gjetur një zgjedhje të krizës. Po unë me këtë fakt. Tjetra, në asnjë paragraf dhe me asnjë fjali të asnjë paragrafi nuk thot gjykata kushtetuese që ka pasur shmangje nga rendi i ditës. Rendin e ditës, gjykata kushtetuese e përmend në pikën 153 dhe tek ajo praktikisht tregon cilat janë 4 pika të rendit të ditës. Në paragrafin 153, gjykata kushtetuese kur i numëron këto 4 pika, praktikisht aty shihet qartë se bëhet fjalë për synime të rendit të ditës, jo për mënyra. Këtu besoj që është lajthitja në cilën ka rënë opozita. Nuk bëhet fjalë për mënyra, po për qëllime. Dhe këto qëllime janë të thëna në rendin e ditës, pika e parë e rendit e ditës, formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve, kjo është kryer përfundimisht me 19 prill, betimi i deputetëve, kjo është kryer me 19 prill, e mandej vjen zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhja e nënkretarëve të kuvendit që nuk janë për ende. Pra nga rendi i ditës, 2 pika janë kryer e 2 jo. Por rendi i ditës nuk flet për mënyra si arrin të një destinim, por flet për ato destinime. Kryesuesi Avni Dehari provoi me votim të hapur, nuk arriti që të bëhej zgjedhja e kryetarës Albulin Agjiu, dhe kur provoi disa herë, atëherë ishte në dorën e tij që të gjejë një zgjidhje tjetër për qëllimin e njëjtë. Pra nuk ka ndryshim të qëllimeve që është rendi i ditës. Ka një mënyrë të re, po jo në gjysmë të rrugës, po në fillim. S'ka kurfar gjysmë të rrugës këtu. Është një fillim i një metode të cilën e parasheh aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014, duke e theksuar aty që gjithë deputetët, madje secili, duhet të votojnë përveç se të jenë pranishëm për kundër ose abstenim. Tash, votimi i fshehtë nuk mund shpallat antikushtetues. Ky komision nuk u shpall antikushtetues. Kryesuesi Avni Dehari nuk ka bërë asnjë shkelje. Lëvizja Vetëvendosje ofroi 2 kompromise. U refuzuan. Ne bëm lëvizje. Tash unë e di që shpesh herë partitë opozitare po thonë le të ndryshoj lëvizja Vetëvendosje. Po ne i mbajtëm zgjedhjet me 9 shkurt. Populli tha le të ndryshoj opozita. Se lëvizja Vetëvendosje është fituese e qartë. Unë si bartës i listës së Vetëvendosjes kam numrin më të madh rekord të parlamentarizmit në Kosovë. Vetëvendosja është më e madhe se PDK dhe LDK marrë së bashku. Pra, rezultati që duhet lexohet nga populli nuk është që Vetëvendosja duhet ndryshoj. Duhet ndryshoj opozita. Rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit tregon pakënaqësi popullore me opozitën, jo me Vetëvendosjen. Vetëvendosja është e parë. Dhe ajo që po ashtu u trajtua është edhe fakti që masa e përkohshme që ka kërkuar opozita është shpallë pa nevojshme. Se opozita, kur është deputetja Time Kadriaj dhe 10 deputetë të tjerë, kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese masë të përkohshme. Gjykata kushtetuese ka thënë që kjo është e panevojshme. Dhe në pikën apo nenin paragrafin 190 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, qartazi thuhet që këtë kompromis nuk duhet ta bëj vetëm subjekti fitues, por du të bëjnë edhe grupet e tjera parlamentare. Tash, keq leximi që i ka bërë opozita aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe keq interpretimi që e bëjnë vazhdimisht është rreziku më i madh për të na larguar nga parafrimi i nevojshëm. Sepse kemi keq lexim. Gjithashtu është për mua e çuditshme se si nuk e kanë ndërmend ta ndalin bojkotin e propozimeve tonë.
pavarësisht sa gjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014 në pikën 128 thotë që të gjithë deputetët, do të thotë sipas tyre secila duhet të votojnë për kundër ose abstenim, ata vazhdojnë ta bojkotojnë këtë çështjen e komisionit për votim të fshehtë. Dhe bojkoti i komisionit është praktikisht bojkot i konstituimit. Meqense mund të bojkotosh kur vje puna në i legj ma vonë, në i projekt legj që sjell qeveria. Por nëse bojkoton në seancën konstituive, je duke bojkotuar konstituimin e kuvendit. Këtu nuk e dia janë duke kuptuar se me mos votim çfarë po bëjnë. Dhe krejt në fund para se të kalojmë tek pyetjet eventuale tuaja, në faqen 47 të fundit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, në pikën e parë thuhet që seanca e konstituimit nuk ka përfunduar dhe nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet dhe kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Të nderuar gazetar, le ta shohim se çka thot ky neni 66 në pikën 1. Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Me fjalë tjera, gjykata kushtetuese na ka thënë, konstituimi i kuvendit më së largu është dashur të bëhet me 15 maj. I keni pas veç 30 ditë. E tash, meqense nuk e pas keni ditur, po a japim 30 të tjera deri me 26 apo 27, korrekt nuk e di cila datë i bie saktësisht. Nuk ka të bëj as me votimin e fshehtë, nuk ka të bëj as me komisionin për votimin e fshehtë. Ne vazhdimisht vim në seancë që të votojmë, kur votojmë për, ne nuk jemi bllokuesit dhe sidomos tani që ofruam 2 kompromise duke lëvizur nga pozicionet tona në drejtim të partive opozitare. Por një zonë. Interpretimi që po i bëni jo aktimi të gjykatës kushtetuese është konstitucional, ata konsiderojnë që votimi i fshehtë është i kundërkushtetues, dhe thonë se kushto që nisë në pjesë në për të votime është i kushtetues. Ka shpërbimi këto qëndrimet të partive politike, opozitare dhe duke ditë që nuk po lëvizë dhe tutje, si do të trajnohet. A do të jetë sërish në votim për një komisionit dhe në pas qëndrimet e tyre unë i di, nuk ka nevojë fare të mi përsërisin edhe tash në vend, se isha 2 orë takim me ta. Pra, qëndrimet e tyre janë shumë të njohura për mua, por ajo çfarë mund të them është që pavarësisht afrimit ton, nuk ka afrim nga ana e tyre, përkundrazi me këtë keq lexim ka largim. Unë vi prap nesër në seancë si më ka thirrë kryesuesi Avnidare. Urdhën. Unë qëndrimin nuk e barazoj me emrin. Qëndrimi është ai që Albulena Haxhiu, nëse nuk i merr 61 vota së paku në votim të fshehtë, tërhiqet nga kandidatura. Ky qëndrim s'ka qenë më herë. Këtë qëndrim për herë të parë kemi dëgjuar dje. A ka ndukush për juve që ka dëgjuar më herë këtë qëndrim? Ky është qëndrim i ri. Po emri nuk ka ndryshuar, sepse emrin e propozon subjekti fituesi i zgjedhjeve. Pra qëndrimi është i ri, sepse po sfitoj Albulena, ne do të detyrohemi që më pastaj të sjellim emër të ri. Po deri tani nuk ka pasur emër të dytë. Tash, nëse Albulena nuk i merr 61 vota, do të ketë emër të dytë. Po duhet ta provojmë këtë gjë. Anë në kuptën që duhet të bëni një ndryshim të strategjisë politike për të grumbulluar këto 61 vota që kryetari i kuvendit që është i propozuar nga jo të ketë të marrë atë post që postinata ketë, ose që ka jetë akmendimi të kohës, të rraj i vitit 2014 që të tillë, dhe
me një propozim i cili nuk ka lënë tash e sa herë më. Së pari, ajo çfarë nuk po kalon për shkak të bojkotit opozitar, që po e pamundson korumi përkatësisht konstituimin e kuvendit, nuk është Albulena Haxhiu, për komisioni për votimin e fshehtë. Opozita është shumë më tepër kundër votimit fshehtë se kundër Albulena Haxhiu. Nga të gjitha këto seanca, vetëm 1/6 e tyre kanë qenë për emrin Albulena Haxhiu. Vetëm 1/6. 5/6 e seancave janë për komisionin për votim fshehtë. Pra, partitë opozitare nuk e kanë problem Albulena Haxhiun sa e kanë votimin e fshehtë. Shtrohet pyetja pse e kanë kaq shumë problem me votimin e fshehtë. Nëse janë aq sigurta në vetvete, pse nuk e lejojnë votimin e fshehtë? Le ta bëjnë votimin e fshehtë. Qytetarët kanë votuar fshehtë apo jo? Le të votojnë edhe deputetët fshehtë si qytetarë. Pa presione. Unë nuk e di Albulena Haxhiu ai ka 61 vota me votim të fshehtë. Por bju thonë drejtën, ky kundërshtimi i madh opozitar ndaj votimit të fshehtë, po më shtin pak më shumë e besu që mbas edhe i ka 61 vota. Nuk jemi të kurfa strategjie tjetër, por të një mënyrë që e parasheh dhe kushtetuta. Votimin e fshehtë. Ju e pa që në Gjermani, kryeministri, kancelari atje Friedrich Merz, partia e cilit nuk i ka marrë si vetë vendosja 22.3%, po 28%, 28.3%, u votua me votë të fshehtë. Vota e fshehtë është po ashtu institucion demokratik. Është mënyrë e paraparë në rregullimin juridik e kushtetues Kosovës. Le ta provojmë votimin e fshehtë. Nëse Albulena si merr 61, na pesjellim një emër tjetër. Së pari, ne e provuam votimin e hapur. Dhe kryesuesi i seancës, Avni Dehari tha, me qenë se s'po me votim të hapur, ta provojmë votimin e mbyllur. Se me jasë në zgjedhje nuk mund të shkojmë pa e konstituu kuvendin e pa e shpërndarë atë më pastaj. Pra u provua votimi i hapur. Tash le ta provojmë votimin e fshehtë. Po këtu nuk po lejohet një gjë e tillë për shkak të pamundësimit të këforuar. Për mua do të ishte në rregull nëse opozita e hedh poshtë komisionin për votim të fshehtë me votë. Mirë po mos votimi i tyre o shkelje e kushtetutës. Unë asnjëherë nuk kam ardhur e asnjëherë s'kam munguar e që s'kam votuar dhe që s'kam votuar për. Kjo ka qenë detyra ime si deputet. Dhe unë nuk jam përgjigjur juve në këto ambiente, sepse aty jam një nga 48 deputetët e subjektit fitues. Asot jam një koqer i këtij takimi me partitë opozitare. Albulena Haxhiu nuk mund të votohet tash pa u sqaruar çështja e këtij komisioni. Ne e kemi dhënë përfaqësuesin ton, i cili është Hekuran Murati. I thash partive opozitare, çoni edhe ju përfaqësues të ju. Dhe më pastaj janë dy mundësi. Ose testojeni Albulenën ai ka 61 ose jo, e nëse si ka, ne sjellim emër të tjetër, ose po merremi vesh për një marrëveshje paket politike për kryetaren dhe nënkryetaret, erxojmë komisionin për votim të fshehtë dhe shkojmë te votimi i hapur. Po asnjërin prej këtyre, këto janë qëndrime të reja të mia, tu s'kemi dëgjuar më herë. Pardon. Nesër unë vinë seancën u heq Avni Dehari. Një herë është Albulena Haxhiu. Nëse Albulena Haxhiu i merr 61 vota, është Albulena Haxhiu. E nëse Albulena Haxhiu nuk i merr 61 vota, atëherë ma bëni këtë pyetje dhe do ta merrni përgjigjen padyshim. Kujtjen shpresat, i keni tek kontakte që mi pas drejt me deputetët individualisht, apo tek ndonjë reflektim i fshehtë i deputetëve ndryshëm? Ne nuk jemi të sigurt 100% që Albulena Haxhiu propozimi ynë i ka 61 vota me votimin e fshehtë. Mirë, po nëse jemi duke u mbledhur tash afër 40 herë, pse të mos e provojmë votimin e fshehtë?